5 aksidente rrugore kanë ndodhur këtë të hënë në vend me pasojë disa persona të plagosur. Në aksin rrugor Fier-Lushnjë, pranë fshatit Vajkan, 2 automjete janë përplasur me njëra tjetrën dhe kanë përfunduar në kanalin ansor të autostradës. Përplasja e fortë ka shkaktuar plagosjen e 4 personave, të cilët janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Fierit. Sipas të dhënave paraprake, të plagosurit janë jashtë rrezikut për jetën. Si pasojë e aksidentit, njëra prej korsive u bllokua, duke shkaktuar radhë kilometrike automjetesh në këtë aks, i cili gjatë sezonit veror ka një fluks të lartë qarkullimi. Ndërkohë, brenda pak minutave nga aksidenti i parë, një tjetër përplasje ka ndodhur në autostradën Durrës-Tiranë, në afërsi të Sukthit. Në ngjarje janë përfshirë 7 automjete. Fillimisht janë përplasur 2 makina, ndërsa pak më tej, 5 automjete të tjera janë përfshirë në një përplasje zinxhir. Po ashtu, një tjetër aksident është regjistruar edhe në drejtimin Tiranë-Durrës pranë Maminasit. Për shkak të 2 aksidenteve, trafiku u rëndua ndjeshëm, ndërsa kolona automjeteve ishte kilometrike. Pak orë më vonë, në hyrje të fshatit Stan Karbunar, në aksin e vjetër rrugor nacional Lushnjë-Berat, automjeti me të cilin udhëtonte një 28 vjeçare është përplasur me barrierat ansore të njohura. Pas disa rrotullimeve ka përfunduar e kthyer në njërën anë të rrugës, ndërsa për pasojë e aksidentit, drejtuesja e mjetit është transportuar me urgjencë në Spitalin e Lushnjës për ndihmë mjekësore. Aksidenti i pestë ka ndodhur në lagjen Sheqi i Madh të Fierit, ku sipas informacioneve paraprake, një motomjet është përplasur nga pas nga një automjet. Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i motomjetit ka mbetur i lënduar. Menjëherë në vendngjarje kanë bërritur shërbime të urgjencës, të cilat i dhanë ndihmën e parë dhe e kanë transportuar të plagosurin në spital për ndihmë mjekësore.